Kjo gru ka hi në operacion të trunit duke lujt violinë. Vitin 2020, violinisja profesioniste Dagmar Turner luajti violinë ndërsa kirurgët ja largonin një tumor nga truri. Kjo bu për me rujt saktësinë dhe aftësinë e saj muzikore. Muzika aktivizon një rrjet shumë kompleks në tru. Zonat që kontrollojnë lëvizjen, dëgjimin, emocionet dhe ndjeshmërinë punojnë në të njëjtën kohë sikur një orkestër. Por ka edhe një histori tjetër shumë interesante. Denise Bacon, 65 vjeç nga East Sussex, një grua me Parkinson, luajti klarinet gjatë një procedure të quajtur Deep Brain Simulation. Për vite me radhë, Parkinsoni ja kishte vështirësu ecjen, notin, vallëzimin dhe natyrisht aftësinë për me lujt klarinet. Gjatë një operacioni 4 orësh në King's College Hospital, kirurgët vendosën elektroda të thella në tru për me ja përmirësu simptomat e saj. Ajo ishte zgjuar gjatë gjithë kohës vetëm me anestezi lokale. Menjëherë pasi u aktivizua simulatori elektrik, gishtat e saj filluan me lëviz lirshëm. Denise e përshkroi momentin kështu, që kur ka fillu simulimi, dora e saj e djathtë u liru dhe u mundu sërish me lujt klarinet. Kirurgët konfirmuan se përmirësimi ishte i qastit, pas vitesh pa prekur instrumentin, Denise ishte në gjendje me lujt brenda në sallën e operacionit. Sot ai raporton që mundet me ecë më mirë dhe po pret me ju rikthy aktiviteteve që dikur i kishte ndal. Këto histori tregojnë diçka shumë të qartë për trunin. Muzika nuk është vetëm art. Ajo është një proces neurologjik i thellë që përfshin lëvizjen, emocionet, kujtesën dhe ndjeshmërinë. Studime sugjerojnë se ndikimi i muzikës në shëndetin mendor është kompleks. Për disa njerëz muzika ul ankthin, e përmirëson humorin, ndërsa te muzikantët profesionist, presioni i performancës mundet me u lidh me lodhje emocionale, madje edhe simptoma depresive. E ti, çfarë muzike ngon? Kallëzon komente dhe për më shumë video si kjo, subscribe bani në YouTube dhe në krejt platformat e tjera.